Mirë, Gashi, si e pe këtë deklaratën e Dutabaljes? Dutabalje for president. Është arritja, përzierja e faktorëve, akterëve të jashtëm në ndërtimin e këtyne aleancave politike vendore, nuk është e mirëseardhur. Ndonjëherë njëti mund t'jeti mirë atë vend, qëllimi mund t'jeti mirë, po jo domosdo qëllimi arsyeton jetën. Dhe edhe po t'jetë ai qëllim fisnik, qëllim si themi kështu për konstituim këtë rast të institucioneve, nuk duhet shkohet tutje. E përgëzoj zonjën Balje për, ta themi kështu, për stoicizmin e saj edhe korrizin e saj politik. Nuk jam kështu psikoanalist ta di cili është motivi i vërtet i refuzimit apo i kapërcimit të zonjës Dutabalje dhe refuzimit të vërtet, jo kështu vetëm si qëndrim politik publik në relacion me mosvotimin e qeverisë Kurti, pakënaqësive e të tjera që i ka shprehur, por në princip me atë sa mund të lexoj edhe shoh është që kemi të bëjmë me një situatë diçka më të ndërlikuar në relacion me jo vetëm kapërcimin e zotit Hoxha dhe zonjës Balje te zoti Haradinaj, te Aleanca, grupi parlamentar, po refuzimin paraprak për të votuar. Mendoj që edhe deklarata Këshillit të Sigurisë Nacionale në Kosovë në relacion me interferimin më parshëm duhet të përcjellë edhe tani sepse kemi të bëjmë me një interferim të jashtëm, i cili është po aq kështu në logjik apo në ishdash të jetë së paku korrekte dhe shtetënore që organet e sigurisë ku përfshihet edhe Këshilli i Sigurisë së Lartë ta trajtoj edhe këtë sikurse ka trajtuar edhe rastet paraprake kur ka deklaruar që Serbia është duke u përzier në disa deputet të komuniteteve jo serbe këtu. Po domethënë është